Përshëndetje, në këtë video do të mësojmë si të krijojmë përdorrues të ri. Së pari dëshojmë tek stafi. Tek stafi përsëri, shto punonjësin e parë ose nga butoni sipër shto punonjësin e ri. Do shtojmë një punonjës në recepcion. Mbiemrin e përdorruesit, emrin dhe mbiemrin. Rolin e përdorruesit. Një email për përdorruesin. Fjalëkalimin. Se të da bëj ana 26. Kodin e përdorruesit dhe pinin për përdorruesin. Pastaj në tabin e dytë kemi kontaktet, ku do kemi Shqipëri, nga është personi. Dhe numrin personal, shembull për person. Pasi kemi këto, mund të vendosim dhe një numër telefoni. Ok, po vendosim një numër kështu sa për ide. E punësimi, datën kur ka filluar punë personi, lloji i punësimit, pozicioni është recepcionist, paga është në lek, paga bruto para takseve dhe vendosim 80.000 lekë. Tani ky personel që po krijojmë, ky staf, është për departamentin e recepcionit. Do zgjedhim edhe le të themi kodin e operatorit, cilin do e përdori ky recepcionist. Mund të mbledh para nga recepcioni, normalisht kjo e drejt i jepet shefit të recepcionit apo një përdorruesi tjetër që ka të drejtë të bëjë tërheqje nga arka e recepcionit. E krijojmë si punonjës. Le të krijojmë edhe një kamarier. Andi. Kamarier. Zgjedhim që është kamarier, nëse do e shikojmë, vetëm pak. Kamarier. Ok, në rregull. Emri Andi 26. Emailin, falni, Andi 26@gmail.com. Fjalëkalimin. Kodin. Nëse do keni dy përdorrues me të njëjtin emër, mund të keni Andi 1, Andi 2 apo Andi E apo Andi B. Nuk ka rëndësi, mjafton të mos jenë dy kode stafi në njëjtë. Nuk mund të kenë dy personele të njëjtin kod stafi. Dhe këtu po përdorim 0101, kontaktin normalisht po i bie shkurt, po i quaj Shkodër, punësimi, numri personal nuk dhe telefoni po ja anashkaloj. Po zgjedhim që është kohë plot, paga shembull është 60.000 lekë. Tani kemi departamentin, ku Andi është në departamentin e restorantit. Nëse do ketë akses në minibar, por do ta eliminojmë momentalisht, dhe kodin e operatorit për Andin. Krijojmë një punonjës, dhe tani kemi dy punonjëse. Një në recepcion, edhe një si kamarier. Do krijojmë edhe një të tretë, terminal. Terminal do ja tregojmë më në një video tjetër se çfarë bën. Terminal demo. Është admin terminali. Ky lloj përdorruesi nevojitet tek aplikacionet desktop për recepcionin dhe multiwaiter për kamarierët. Ose mund të jetë terminal@website.com, njëjta gjë. Terminal. Dhe këtu do të përdor 1, 2, 3, 4, 0 vetëm për ose 60. Terminali kemi përdor 60. Në një video tjetër do ta shikojmë më saktë se çfarë terminali bën. Nuk ka nevojë të plotësojmë asgjë tjetër për terminalin, sepse është thjesht një përdorrues terminali dhe kemi mbaruar për momentin. Të njëjtën gjë mund të bëni për një staf finance, për një staf le të themi minibari, përgjegjës pastrimi, për një sanitare,
për një punonjës plazhi, menaxher departamenti, pikëshitje, për një staf magazine e tjerë. Por do rrim vetëm me këto dy momentalisht. Kemi terminalin, kemi kamarierin, kemi dhe recepcionin. Kaq mjafton për të krijuar një përdorues të ri në Besa OS.